Thank you for coming, Mr. Ilaj, to this interview. Ka shifra kontradiktore kur flitet për ecurinë ekonomike të Shqipërisë. FMN-ja dhe Banka Botërore thonë se rritja ekonomike për 2012 ka qenë mes 0,5 dhe 0,8%, ndërsa qeveria thotë se ajo do të jetë mbi 2%. Përse kjo mos përputhje në shifra? Doing these forecasts at this time. Parashikimet në këtë kohë të paqëndrueshme janë të vështira. Kur pa ecurinë e ekonomisë në tetor, faktorët tregonin se ekonomia do të ishte dobët. Ka njoftime se ndikimi nga kriza në Evropë nuk ka qenë aq i madh. Mendimi ynë është se rritja do të jetë në fakt pak më e lartë, ndoshta më shumë se 1%, por dyshojmë se do të arrijë 2%. We doubt if it's going to reach 2%. Now the government has acknowledged that. Qeveria ka pranuar se ka ulje të rritjes ekonomike dhe fajson për këtë krizën në Eurozon. A ka faktorë të tjerë të brendshëm që mund të kenë sjellë këtë rënje? I think the weather in the beginning of the year. Vështirësitë e motit në fillim të vitit luajtën rol në rënje, por Greqia ishte një faktor i rëndësishëm. Shumë shqiptarë migrant nuk kanë dërguar më aq shumë të ardhurë në vend. Italia është një partner e ngushtë e Shqipërisë. Disa llogaritje tregojnë se 2/3 e eksporteve shqiptare shkojnë në Itali. Një faktor që e ka ndihmuar Shqipërinë për të mos patur ulje të madhe është se ajo ka qenë në gjendje të riorientojë eksportet e saj larg nga Italia dhe Greqia dhe më shumë drejt partnerëve jo tradicional si Turqia dhe Kina. Për shembull, nafta dhe mineralet janë tani një pjesë e madhe e eksporteve dhe këto janë mallra të reja që kanë hyrë në shportën e eksporteve të Shqipërisë kohët e fundit. Kjo ka ndihmuar që të mos ketë një rënje të madhe ekonomike. Now let's talk about the public debt. Të flasim pak për borxhin publik, më i lartë thoni ju në rajon. Ju keni shprehur shqetësimin tuaj për këtë. Në fillim të vitit qeveria premtoi të shkurtojë borxhin, por në fund të vitit miratoi një ligj për të ngritur tavanin e borxhit mbi 60%. Çfarë ndodh kur ngrihet tavani i borxhit për një ekonomi si Shqipëria? Disa mund të thonë kufiri e ka kaluar 60%, kufiri që ju shqetëson ju, por nuk ka ndodhur asgjë. And nothing has happened. Right. So Albania's debt is very high as you mentioned. Po, është e vërtet, borxhi është shumë i lartë, ndoshta më i larti në rajon. Kjo në vetvete paraqet problem për rritjen ekonomike në të ardhmen dhe rreziqe të tjera. Problemi tjetër është se gati gjysma e borxhit të Shqipërisë është afat shkurtër. Ai maturohet brenda 12 muajsh. Një faktor tjetër që ndikon është se borxhi i brendshëm, 70% e tij, mbahet nga sistemi bankar, që në vetvete është në pronësi të lartë të bankave të huaja, që nga ana e tij ka qenë nën presionin e krizës financiare evropiane. Këshilla jon për autoritetet ishte që të tregojnë kujdes në ndjekjen e këtyre lidhjeve. Mund të mos ndodh asgjë, por klima financiare në Evropë mund të sjellë një rrezik më të madh me këtë përqindje kaq të lartë të borxhit. Now when talking about the debt. Kur folet për borxhin, thatë se qeveria merr një pjesë të mirë të borxhit me maturitë të shkurtër. Ka patur disa shqetësime lidhur me mundësinë e qeverisë për të paguar rrogat e punonjësve civil apo kompanitë private për punët e kryera. A ka ndonjë lidhje mes borxhit dhe aftësisë likuide të qeverisë? A ka problem me likuiditetin qeveria shqiptare? Liquidity problem for the government. I mean, as we pointed out in our report, we are seeing some signs of unpaid bills. Siç e kemi përmendur në raport, kemi parë disa fatura të papaguara të qeverisë. Ne llogarisim 1 apo 2% të GDP-s. Kjo ka ndodhur në pjesën më të madhe për arsye të projekteve të ndërmarra nga qeveria dhe për shkak të presionit për të mbajtur shpenzimet të ulta. Kompanitë që kanë kryer punimet nuk janë paguar dhe kjo ka shkaktuar efektin domino në ekonomi dhe mund të ketë penguar rritjen. Absolutisht që kjo është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të mos zgjeruar pozitat fiskale. Kemi parë se qeveria shqiptare ka arritur të kuptojë se nuk mund ta zgjerojë dot buxhetin shumë dhe janë përpjekur për ta mbajtur atë brenda 60%. Por në të njëjtën kohë bëhet shumë e vështirë në një ekonomi si kjo. Ka disa sfida në shpenzimet që mund të shkurtohen, por nuk janë ndërmarrë. Në të njëjtën kohë, kjo nuk është ekonomi që mund të arrijë shumë borxhin. Keeps increasing. Let's talk a little bit about the CEZ. CEZ po tërhiqet nga Shqipëria. Si do të ndikojë kjo situatë mbi buxhetin? It's going to affect the budget. CEZ's problems are they were brewing. Problemet me CEZ-in kanë ekzistuar për një farë kohe. Kjo ishte si pasojë e privatizimit. Sektori energjetik pati mungesë investimesh dhe tarifat nuk u përshtatën, duke bërë që kompania të mos arrinte të mbulonte dot shpenzimet.
Largimi i cezit është produkt i kësaj situate që do të shkaktoj probleme të tjera. Kjo do të sjellë nevoja për importin e energjisë dhe qeveria duhet mendoj për këtë faturë. Ikja e cezit mund të krijojë probleme të tjera që mund të kërkojnë vëmendje fiskale. Let's talk a little bit about the bad loans or non-performing. Ua tek këshia apo që nuk po shlyen në kohë, por rriten me shpejtësi. Sa i lartë është rreziku i kësaj situate? Risk today of this situation. The banking system has been seeing a steady increase in the. Në sistemin bankar ka patur rritje të huave të këqija. Ky problem në Shqipëri është disi më ndryshe nga pjesë të tjera të Evropës, pasi në shumë vende sistemi financiar ishte burimi i krizës. Në Shqipëri sistemi financiar po vuan nga kriza në pjesë të tjera të ekonomisë. Raporti mes kredive të këqija dhe numri total të kredive është shumë i lartë, ndër më të lartët në rajon. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka ndjekur politika të drejta për të siguruar që bankat e tjera të kenë rezerva monetare të mjaftueshme për të amortizuar tronditjet nga huat e këqija. Kemi mendimin se edhe në skenarin më të keq, nuk do të ketë një stres të madh në sistemin financiar, dhe ndoshta vetëm disa banka mund të kenë nevojë për kapital shtesë. Pra, megjithëse duket si një kryefjalë shqetësuese, kreditë e këqija janë rritur, në fakt ndikimi në sistemin financiar mund të mos jetë shumë i madh. Financial system may not be that severe. Great, thank you so much. Thank you.